Neve formën e alienit, atë formën klasike të alienit e kemi marrë duke parë formën tonë nga kemi ardhur dhe kemi menduar se si do shkojmë. Si kemi avancuar ne nga majmuni, nga specat më të thjeshta, ku kemi qenë, dhe si do shkojmë nga majmuni tek ne, tek njerëzit, në rrugë lineare. Dhe mendohet ajo forma, koka e madhe, goja jo shumë e madhe, trupi i vogël, domethënë i kanë dhënë prioritet mendjes, domethënë që mendja do zhvillohet shumë etj. Dhe kanë bërë formën klasike të alienit. Por neve edhe në tokë këtu ku jemi, kemi një numër shumë të madh formash jete. Shumë, domethënë forma jete në varësi të kushteve të natyrës. Jeta ka një viskozitet, një larmi aq të madhe mundësish për të formuar, sa ne nuk mund të themi që alieni ka këtë formë. Do ketë një grup formash të tjera, pak a shumë të ngjashme me format tona, por do ketë veçori, ndryshime të vogla, sipas planetit ku është zhvilluar jeta. Por me që kemi parë dhe me gjithë grupin tonë të kafshëve, gjithmonë jeta arrin evolon në një formë pak a shumë formën njerëzore. Domethënë kafshët më të avancuara fillojnë edhe i ngjajnë pak a shumë njeriu. Kështu që dhe alienët duhet i ngjajnë pak a shumë njeriu. Duhet të kenë një farë forme të veçantë, domethënë si njeriu pak a shumë. Forma avancuar.